A janë dokumentet për Nikola Gruevskin në Ministrinë e Drejtësisë të bllokuara institucionalisht apo të ndaluara qëllimisht? Kjo është pyetja që sot sekretari i përgjithshëm i LSDM-s, Aleksandar Dimitrijević, i drejtoi ministrit të drejtësisë Igor Filkov, duke pretenduar se procedura për ekstradimin e ish-kryeministrit Nikola Gruevski nga Hungaria po zbaritet me vetëdije. Очигледно, Мицковски, Филков и нивната влада не сакаат да го вратат Груевски. Sipas gjithçkaje që shihet, Mickovski, Filkov dhe qeveria e tyre nuk duan ta kthejnë Gruevskin, ata po e mbrojnë me vetdije. Në vend të një procedure institucionale për ekstradim, po shohim një mbrojtje institucionale të një kriminali si Gruevski. Qytetarët meritojnë një përgjigje të qartë. Pse dokumentet janë bllokuar në Ministrinë e Drejtësisë dhe nuk janë dërguar? Nga ana tjetër, VMRO-DPMNE thot se LSDM-ja pro-evropiane, siç e paraqet Filipçe, në fakt është më afër biznesmenëve pro-rus si Onishchenko, Borçe, Markovski dhe Daka. За СДС, Филипче и неговиот ментор Заев, патот до Европската Унија мора да биде преку национални предавства и обезличување. Gjatë qeverisjes së mentorit të Filipçes Zoran Zaev, këta biznismen pro-rus kanë përfituar të nder, parcela, madje edhe shtetësi, vetëm për shkak të lidhjeve të tyre me Zaevin. LSDM dhe Filipçe janë pro-evropian vetëm në letër, ndërsa në realitet janë krejtësisht ndryshe. Ndërkohë nga Ministria e Drejtësisë theksojnë se po ndërmerren të gjitha hapat e nevojshëm për kompletimin e dokumentacionit dhe përpunimin e tij në përputhje me procedurat ligjore, lidhur me rastin e ekstradimit të ish-kryeministrit Nikola Gruevski, i cili mori azil në Hungari pasi u aratis nga vendi në vitin 2017. Pasi Gruevski përmes Facebookut për të shqyrtuar sipas tij rastet e montuara, nga ministria theksojnë se nuk kanë kompetencë të rishqyrtojnë vendimet gjyqësore të formës së prerë, por vetëm të veprojnë mbi bazën e tyre.